Turistët vendas dhe të huaj që vizitojnë këto ditë Gjirokastrën, po tregojnë interes edhe për veshjet tradicionale, kostumet popullore, përveç se t'i shohin nga afër, ata zgjedhin t'i veshin ato dhe të realizojnë foto, duke marrë me vete një kujtim të veçantë nga qyteti i Gurdë. Për shumë prej vizitorëve, veshja tradicionale është një mënyrë për t'u afruar më shumë me kulturën dhe traditën e Gjirokastrës. Ne veshëm me roba tradicionale, se donim të dinim se si janë, si visheshin atë kohë, të jetonim një moment tradicional. Edhe vizitorët nga Franca kishin qeftë që shikonin se si ishte koha atëherë, veshje tradicionale, si silleshin, si jetonin në qyteti. Interesante, diçka e re që nuk e kanë njoftë kur ma përpara. E tani, ja, po shumë të kënaqur. Edhe origjinën e kam nga Gjirokastra, dhe familja nga ana babait është nga Gjirokastra, fshati Këllëz. Kështu që për mua është një eksperiencë dyfish të shoh se si jetonin në qytetin e prindërve të mi. Interesi të huajve është gjithnjë më i lartë, veçanërisht për elementet autentik të trashëgimisë lokale. Më pëlqen shumë kjo veshje tradicionale, është shumë e bukur dhe origjinale. Jam e lumtur që mund ta vesh dhe të bëj foto me të, për të patur një kujtim të bukur nga Gjirokastra. Është një mënyrë tepër e bukur për të njohur kulturën dhe traditat e këtij qyteti. Je suis pas sûre de le porter tous les jours. Veshje tradicionale po shndrohen kështu në një pikë tjetër tërheqëse për turistët që vizitojnë Gjirokastrën, duke i ofruar atyre jo vetëm një përvojë kulturore, por edhe një kujtim të veçantë nga qyteti.